Udhëtimi i Miraj, një natë të bekuar pas një periudhë të vështirë në jetën e pejgamberit Muhammed a.s. ku ai kishte humbur bashkëshorten e tij Hatixhen dhe xhaxhain e tij Ebu Talibin, dhe pas refuzimit të ashpër të popullit të Taifit, Allahu i madhëruar e ngushëlloi me një mrekulli hyjnore, udhëtimin e Isras dhe Mirajit. Ky udhëtim nuk ishte vetëm një shëtitje e jashtëzakonshme nëpër botët e padukshme, por një ngushëllim shpirtëror, një dhuratë për të dhe për të gjithë ummetin e tij. Një natë pejgamberi Muhammed a.s. ndodhej në Qabe, pranë Mesxhidul Haram, ku u paraqit Meleku Xhibril. Ai solli një kafshë të bardhë të quajtur Burak, më e madhe se një gomar dhe më e vogël se një mushkë. Hidhte hapin aq larg sa arrinte, sa mund të shihte syri. Pejgamberi u hyp mbi Burak dhe i shoqëruar nga Xhebraili u nis drejt Mesxhidul Aksas në zonën e Palestinës. Gjatë këtij udhëtimi të parë Isra, ata kaluan pranë disa vendeve të rëndësishme. Kur kaluan pranë vendit ku kishte lindur pejgamberi Isa a.s., Xhebraili njoftoi. Kur kaluan afër varrit të Musait a.s., pejgamberi e pa atë duke falur namaz në varrin e tij, në një tjetër vend ku njerëzit korrin gjërat e mëdha për çdo herë që i prisnin. Xhebraili tha se ata ishin ata që jepnin për hir të Zotit dhe merrnin shpërblim të shumë fishtë. Kur arritën në Jeruzalem, pejgamberi hyni në Mesxhidul Aksa. Aty u mblodhën të gjithë pejgamberët para tij dhe ai i udhëhoqi në namaz. Kjo ishte nderi më i madh për të. Të udhëheq të gjithë të dërguarit e merrshëm në adhurim. Pastaj filloi pjesa tjetër e udhëtimit, Miraj, ngjitja në qiell. Xhebraili e mori për dorë dhe së bashku u ngritën drejt qiellit të parë. Kur trokitën në portat qiellore, melekët pyetën: "Kush është?" "Jam Xhebraili, kush është me ty?" "Muhamedi, a është thirrur?" "Po," dhe u hap porta. Në qiellin e parë, pejgamberi pa Ademin a.s., babain e njerëzimit, që përshëndeste pasardhësit e tij në të djathtë dhe qante për ata në të majtë. Në qiellin e dytë ai takoi Isan dhe Yahyan, që quhen mbi ta. Në të tretin Jusufin a.s., i cili ishte i pajisur me bukuri të madhe. Në të katërtin Idrisin a.s., një pejgamber i ngritur në një pozitë të lartë. Në të pestin Harunin a.s., i dashur për popullin e tij. Në të gjashtin Musain a.s., i cili qau kur pa pejgamberin Muhammed a.s. mbi të në grad. Kur u pyet pse qante, tha: "Sepse një pejgamber i dërguar pas meje do të ketë më shumë djegës se unë." Në qiellin e shtatë, pejgamberi takoi Ibrahimin a.s., cili ishte mbështetur mbi shtëpinë e ndërtuar Beitul Ma'mur, ku çdo ditë 70.000 melajke hyjnë dhe nuk kthehen më. Ibrahimi tha: "Përshëndeti ummetin tënd dhe thuaj se xheneti ka tokë të mirë dhe ujë të pastër, por është i rrafsht dhe mbjellja e tij janë fjalët Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, La ilaha illallah." Pas kësaj, pejgamberi në Sidretul Muntaha, pemë madhështore që ndodhet në kufirin ku askush tjetër nuk mund të kaloj përveç të lejuarit nga Allahu. Pamjet aty ishin të pakrahasueshme, bukuri dhe madhështi që askush nuk i përshkruante dot. Aty Xhebraili ndaloi, ai nuk mund të shkonte me tej, nëse kaloi digjem, tha ai. Pejgamberi vazhdoi vetë. Pastaj pejgamberi Muhammed a.s. u ngrit në praninë e Allahut të lartësuar, në një nivel që askush tjetër nuk ka arritur. Aty u dhan disa gjëra madhështore. Së pari, 5 namazet e përditshme, që fillimisht ishin 50, por përmes këshillave të Musait dhe mëshirës së Allahut, ato u reduktuan në 5, realisht ato ishin 5, me shpërblimin e 50. Gjithashtu aty u shpallën disa ajete të fundit të surës Bekare dhe lajmi se ummeti i tij do të falet për mëkatet e mëdha nëse nuk i bëjnë me qëllim. Pas kësaj u kthy përsëri dhe pastaj me burakun u kthy në Mekë. E gjithë kjo ndodhi në një natë. Të nesërmen, kur ai tregoi këtë ngjarje me kazve, ata e përqeshën, por kur Ebu Bekri u pyet për mendimin e tij, tha: "Nëse e ka thënë ai, atëherë është e vërtetë." Kjo bindje e palëkundur i dha atij, pra Ebu Bekrit, ofiqin Es-Siddiq i sinqert. Pejgamberi Muhammed a.s. përshkroi për ta detaje të Kudsit, Mesxhidul Aksas, Jeruzalemit, që nuk i kishte parë me kujdes, por Allahu ja shfaqi para syve. Ai tregoi edhe për karavanin që po kthehej nga Siria, i cili mbërriti sipas përshkrimit të tij. Udhëtimi i Mirajit ishte një ngjarje madhështore, një dëshmi e pozitës së lartë të pejgamberit Muhammed a.s., një mrekulli hyjnore për të dhe një burim frymëzimi për gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Ai tregoi njerëzimit se lidhja me Allahun nuk ka kufi toksor dhe se falja dhe mëshira e tij janë më të mëdha se çdo gjë.